Jam i nderuar që në ditën e këngës të artit dhe të kulturës Mirditës, kam në studion time edhe poetin, krijuesin, studiuesin, shkrimtarin Fran Lleshi. Do t'ju lutem disa perceptime dhe mendime të Fran Lleshit për zhvillimet e artit dhe të kulturës në Mirditë në të gjitha kohrat. Arti dhe kultura në Mirditë është e kultivuar që në hershmëri, por brezat kanë evoluar dhe këte evolim e kanë sjell njerëz cilësor, si Gjok Beci i paharruar, poeti mrekullueshëm i këngëve i papërsëritshëm, me një bashkëpunues, me një artist shpirtëror dhe shumë me përmasa kombëtare, si qini dhe ju, i nderuar profesor Marku, dhe këngëtarë të tjerë që kanë bashkëpunuar dhe vazhdojnë të ecin në hullin e traditës dhe artit të Mirditës dhe të Shqipërisë në përgjithësi. Kënga mirditore ka evoluar dhe themelet e kësaj kënge, në këto themele mbeten të papërsëritura, kompozitori, Servet Cara, ju i nderuar Mark, dhe këngëtarët si Fran Vorfi, Mrika Trumshi, Kolzefi, Fran Preqi, për mua janë ngelen, domethënë, gjurmë art të këngës mirditore. Ju jeni nga treva e Kurpneshit. Është një trevë me një emër domethënës, sepse ndoshta breza që do të vinë do t'i thonë treva e Gjok Becit. Por ju aty keni edhe një emër, po kaq të shquar, që mrekullisht akoma jeton, dhe ky është Viktor Gjikola. Patjetër. Unë do desha jo shumë në suazën e emrave, po se sa në këndin e perceptimit, sepse më shumë se ju, askush nuk mund të na thotë se kush ishin ato neologjizmat, kush ishte e reja, e cila u ngjis me atë tradicionalen, të vjetrën, të hershmen, të lashtën mirditore, që sollën një bum të jashtëzakonshëm si në 78-ën, në 83-shin, në 88-ën, në 2002-shin, në 2009-ën, në 2015-ën, 2023-shin. Pra Mirdita e artit dhe kulturës, por në mënyrë të veçantë Mirdita e fjalës artistike. Ashtu si që ju jeni një përfaqësues i denj. Po, ashtu, po të themi një sentencë që nuk ka të tërë pa pjesë dhe s'ka pjesë pa të tërë. Kurpneshi ishte një pjesë e Mirditës, por i dhetonin shumë të fuqishëm. Dhe duke bashkuar zërat, në arriti që të krijojnë një mozaik shumë të bukur të traditës së këngës mirditore. Dhe në këtë, si të thuash, në real të Kurpneshit, të zonës së Kurpneshit, ka individ që vazhdojnë të ushqejnë, mirisht na hiku një i madh i Servet Cara, një njeri jashtëzakonshëm me një talent shumë të rrallë, edhe që e ka ushqyer edhe me fjalën e bukur poetike, poeti jon Viktor Gjikolaj, dhe vazhdon që kënga të marrë jetë në vazhdimsi dhe edhe të ruaje atë traditë dhe atë kultivim që është bërë me mund dhe djers. Dhe nga Kurpneshi kanë dalë këngëtare si ato motrat Beci, Gjela Prena Beci, e cila Prena Beleshi, Bardho Koka, Resle Gegë, Mark Gjorni, edhe shumë e shumë të tjerë që unë i kam pasqyruar. Vllezrit Beci të papërsëritshëm, Simon Beleshi, i jashtëzakonshëm, Nikol Kala, drejtuesi i grupit dhe një zë me një vokal të papërsëritshëm.
Dhe këto i kam evidentuar në librin Kënga si amanet që kushtoj Bardho Kokës. Dhe ky libër, si thosh, fokuson jo vetëm Bardho Kokën me të bien Ertilën, por janë një rreth artistësh si një mozaik i mirëditës në vazhdimsi të traditës dhe këngës së bukur mirëditore shqiptare. Më mend të kam nisë para sa kohësh një fotografi time të realizuar në 1977, kur ju keni qenë pjesë e grupit folklorik të Kurpneshit. Është e vërtet. Është e vërtet. E vazhdove? Ajo më bëri shumë surprizë, sepse edhe unë kam qenë pjesë e grupit artistik Kurpneshit si instrumentist, por edhe me fjalën e shkruar. Ja, për shembull, Prena Beci e ka deklaruar vetë që u bë këngëtare me një tekst timin që kisha shkruajt, edhe ka deklaruar në një takim që kam qenë i ftuar në Laç. Dhe pastaj kam vazhduar edhe me tekste të tjera, bashkëpunim me Mark Gjonin, në Kuvendin e Rapsodëve kam paraqitur 2 këngë, por pastaj drejtimi mori formë tjetër, duke u marrë me gazetari dhe shkrimtari. Dhe gjitha ato lëndë jetësore që me pasuruan mu, jam ai që jam tani, aq sa jam. Unë të falenderoj për intervistën, të falenderoj për kontributin tuaj të jashtëzakonshëm në promovimin dhe pasqyrimin e talenteve, të formateve të ndryshme, të zhvillimeve të artit dhe kulturës së mirëditës, dhe uroj që së shpejti të kemi studime të reja, shkrime të reja, krimtari të reja nga poeti Frend Lleshi. Ishte privilegj intervista me ju, dhe ju falenderoj shumë, dhe ju uroj gjithë të mirat e zemrës në art, kulturë, në familje e kudo. Frend Lleshi, përveç se për Franin, ka akoma në një trashëgim, apo fëmijët janë akoma nuk kanë nxjerrë, nuk kanë dhënë diçka të trashëguar nga Frani, nga poeti, nga studiuesi? Fëmijët e mi kam shumë dashamirës të artit, dhe në çdo promovim të timin kanë marrë pjesë dhe Jo flas në krimtari. Kanë kontribuar. Vajza që kam e martuar, tani është larg në një kontinent të largët, në Kanada. Përshëndetje dhe ju uro sa më shumë. Adelina, e përshëndes shumë nga ekrani, nga studio juaj e mrekullueshme, dhe ju i uroj shumë mirësi me bebin Luar, të sapo lindur. Dhe besoj që ajo do jetë një trashëgimtare e imja në rrugën e krimtarisë, në udhëtimin artistik. Është mrekulli, sepse arti pos trashëgohet, ai nuk ka jetë të gjatë. Duhet trashëgohet arti brez pas brezi, siç vazhdoni ta trashëgoni dhe ju si familje. Dhe me gruan shumë artiste, me përmasa, dhe Sajmirin artist, edhe ju që keni ushqyer dhe vazhdoni ta mbani gjallë këtë atmosferë artistike, familjare, dhe ju jeni shembull në rang Shqipërie për kontributet tuaja, dhe ju në veçanti i nderuar Mark. Unë ju falenderoj edhe një herë shumë. Përzemërsisht edhe unë falenderoj për ftesën në këtë ambient të mrekullueshëm të studios tënde.